kupton? Edhe ky është problemi këtu, se këtu nuk po merret vesh kush është opozitar dhe kush bën si opozitar. Se duhet edhe njerëzit që na ndjekin duhet ta dinë. Neve kemi qenë koherent, nuk kemi marrë në një akt për ta fuqizuar as Ramën, as Berishën, as kënd. Vlla, politika njerëzit duhet ta kuptojnë. Dhe këta nuk e kuptojnë, domethënë, urrejnë faktin që unë ja plas të vërtetën sy se kanë 85 vjet që gënjen, a kupton? Duan gënjeshtra. Unë e bëj vetëm për veten time. Unë politikën e shikoj vetëm për pragmatizëm. E shikoj si një lojë, vlla, që ti do futesh atje në lojë shau, as për ty, as për tjetrin. Po u bona mirë, unë kam fuqinë që të bëj të mirë për ty. Dhe si puna, unë mendoj për fëmijët e mi, do sakrifikoj për fëmijët e mi, jo më vëlla, jo, se që fëmia im të mos sakrifikohet, duhet të jetë baba në pozita shumë të mira që të jetë mbrojtje. Lektë tani ikën babas e rritet fëmia vet, jo vëlla, nuk bëhet fare. Dhe unë nuk i ndihmoj dot qytetarët, po nuk bona luftën time politike vëlla. Është shumë e vërtetë. Dhe lufta ime politike nuk është se Sali Berisha duhet marrë në gjë falas, bolle ka arritur limitin e gjërave falas vëlla. Po, e kuptoj shumë. E mori 4 vjet falas imazhin tim vëlla. Falas, jo se jam unë idiot, falas se më duhet dhe mua të ngrija imazhin tim. Jam shumë dakord. A kupton? Momentin që unë kam konsoliduar imazhin tim vëlla, tani ti duhet mulesh, duhet më ofertosh në tavolinë vëlla, duhet më shikosh si pal. Jo si mercenar ose si militant, siç e mësuat të shikosh për 35 vjet demokratët. Harroja vëlla. Harroja, se luftë më të madhe po bëj unë me Ramën se sa Berisha. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni Libraris.